Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë një histori nga Laçi. Ditën e sotme do të flasim për familjen Duka. Do të jetë me mua një 79 vjeçar me emrin Kadri Duka, i cili ka udhëtuar nga Laçi për të qenë sot pjesë e emisionit tim, i cili do të tregoj një histori të dhimbshme të familjes së tij dhe konkretisht të vllait të tij, Selim Hajdar Duka. Një 21 vjeçar në vitin 1956, kur u nis ushtar për në juglindje të Shqipërisë dhe konkretisht në zonën e Bilishtit. Vetëm 3 muaj përpara se ai të mbaronte këtë detyrim ushtarak të asaj kohe, erdhi një lajm i kopshëm në familje, ku familjes ju tregua se ai bëri vetvrasje, u vetvar. Por familja Duka nuk e mori trupin e djalit, pasi le të themi punojësit e asaj kohe në ushtri e varrosën 21 vjeçarin asaj kohe në zonën e Bilishtit, aty ku ndodhi ngjarja, dhe kjo ngriti pikpyetje të mëdha, duke ditur që në ato vite, padyshim, funksiononte sigurimi asaj kohe dhe sa herë familja Duka ka dyshuar se djali i tyre 21 vjeçar mund të ketë punuar me sigurimin asaj kohe dhe ndoshta me një mision të caktuar të asaj periudhe mund të jetë larguar nga Shqipëria, vetëm thjesht fakti që nuk ju dha një trup që ata të kishin një varr në Laç në vendlindjen e të ndjerit. Ka ardhur ky 79 vjeçar, i cili ka shumë brenga në shpirt për ta rrëfyer këtë histori dhe për të mësuar të vërtetën, dhe pse ka kaluar një kohë shumë e gjatë, janë plot 69 vite nga momenti që ndodhi kjo ngjarje. Zoti Kadri Duka ndodhet me mua dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë që gjetëm e faleminderit shumë për emisionin që më keni që këmba këtu. Na jemi nga fshati Gurzit, në fakt, nga Gurzi. Jeni nga Gurza? Atje na ka ardhur telegrami. Gurza e Laçit. Gurza ishte e Milotit më. Kapte Milot, që më orienton dhe pak, domethënë. Po? Po ka marrë në zinë, më raba era. Ti vetë jeton në Laç, po vendlindja juaj është nga ky fshat. Nga fshati Gurz. Atje ka qenë me shpina, kur na ka ardhur telegrami. Do ma rrëfesh ditën e sotme të gjithë histori, por më lejoj që të prezantoj edhe një kronik që gazetarja ime ka përgatitur, gazetarja Erstela, e cila ka marrë denoncimin e Kadri Dukës, i cili telefonoi në redaksin ton dhe kërkoi që të ishte pjesë e kësaj studio. Sot ai do jetë me mua për ta rrëfyer këtë histori, por ndjekim këtë material të shkurtër dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e tij. Një histori e mbetur pezull prej dekadash vazhdon të rëndojë mbi familjen Duka. Selim Duka ishte vetëm 21 vjeç kur humbi jetën gjatë kryerjes së detyrimit ushtarak, vetëm 3 muaj para përfundimit të shërbimit. Në studion e Pa Gjurmë vjen vëllai Kadri Duka, i cili rrëfen të gjithë historinë e vëllait të tij. Ai ishte nisur ushtar në moshën 18 vjeçare dhe sipas familjarëve, për 3 vite më radh nuk u kthye asnjëherë në shtëpi. Lidhja e vetme me të ishin letra që dërgonte her pas here. Para se të nisej për ushtri, Selimi kishte ndërruar të vazhdonte shkollën e bashkuar, por kjo dëshirë nuk i plotësua. Shërbimi ushtarak do të bëhej rruga e tij e detyruar, dhe sipas njoftimit zyrtar të asaj kohe, edhe fundi i jetës së tij. Familjes ju tha se i riu kishte dalë pa leje nga reparti, dhe pas kritikave presionin nga oficerët, kishte marrë një fishek që e mbante të fshehur dhe kishte vrarë veten. Rrethanat mbeten të paqarta dhe të mbështjella me dyshime. Dhimbjes së humbjes ju shtua dhe një tjetër plag, trupi i Selimit, i cili nuk ju dorëzua familjes. Autoritetet e kohës e konsideronin aktin si tradhtim ndaj detyrës, duke cilësuar armik të vetes, dhe varrimi u krye pa praninë të afërmve. Vëllezërit shkuan pas 3 ditësh në repart, ku i treguan një varr të sapo mbuluar me bar, por asgjë nuk ishte e sigurt. Dyshimet u thelluan edhe pas shumë vitesh, kur familjarët kërkuan të merrnin eshtrat në Bilisht dhe më pas në Korç. Ata u përballën me heshtje, me përgjigje të paqarta dhe me mungesë dokumentesh. Në arkiva sipas tyre nuk rezultonte asnjë dosi me emrin e Selim Dukës. Një detaj vetëm ka mbetur i ngolitur në kujtesën e familjes. Një oficer i asaj kohe i kishte thënë nënës së Selimit, mos qaj, sepse djali është gjallë. Sot pas kaq shumë vitesh, familja Duka vazhdon të kërkojë të vërtetën. Ata nuk kanë një varr të sigurt ku të vendosin një tuf lule, asnjë dokument që të mbyll plagën e hapur. Mes dhimbjes të pasigurisë, kërkesa e tyre mbetet e thjeshtë, të hapen arkivat, të gjendet një gjurmë, një dokument, një e vërtetë. Kjo është historia e Selim Hajdar Dukës, dashumish, një 21 vjeçar nga zona e Milotit, i cili
le të themi, u vetvar apo mori një mision për sigurimin asaj kohe dhe humbi kontaktet me familjen, ngelen pikpyetje të mëdha për familjen Duka dhe pse kanë kaluar plot 69 vite. Dhe brezi më i madh, brezi i prindve të mi e kanë jetuar atë kohë, flasim kohën e komunizmit dhe kanë ditur se si ka funksionuar ajo kohë ku një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë qenë pjesë e sigurimit, ja larguar nga Shqipëria dhe kanë humbur kontakte dhe këto janë histori të vërteta që vinë nga jo periudhë kohore në Shqipëri. Por a është njëri prej tyre, pikërisht Selim Duka, apo vërtet ndodhi ngjarja e rëndë, ai u vetvar në kohën që ishte 21 vjeç dhe kryente detyrimin ushtarak në zonën e Bilishtit, ende nuk dihet kjo e vërtet, do të jetë vllai i tij, Kadri Duka, që do marrëfej ditën e sotme këtë histori. I dashur Kadri, çfarë ndodhi me vllain tuaj? Ti ke qenë i vogël, sigurisht. Po, nuk kanë moshën 12 vjeç këtu. Po e mbaj mend shumë mirë. Unë do të dëgjoj me vëmendje të marrëfesh të historisë. Nda erdhi një telegram fshatin Guzne, Selim Rështer Duka ka vrarë veten. Sepse në ato periudhë nuk ishte telefona dhe vinin telegrame. Po, telegrame e prunin një ushtar, pa ai u drite i sheti nga i vite keq. Para se të kalojmë te telegrami, më tregon momentin kur vllai u nis ushtar. Ai ka qenë 20 vjeç, le të themi. Sa vite bësh atëherë? Edhe 3 muaj bën 57. Jo, sa vite ishte detyrimi ushtarak në atë kohë? 3 vjet. 3 vite. Domethënë, ai ka qenë 18 vjeç kur ka ikur ushtar. Asnjëherë me leje spatar, ose sot hanese se erdhi. Që 18 vjeç ai nuk është ardhur asnjëherë në shtëpi? Asnjëherë në shtëpi. Dhe ku e kryente detyrimin ushtarak? Fillimisht e kreu në Korçë, më duket. Në Korçë ka kryer 3 muaj. Mos i ka dalë me rështer aty, e kanë qunë rëpat komisorie të Kufinit, Bilishtit. Në Kufir? Me 30 ushtare, ka pas në patranazhaj. E qartë, në Kufir, në Bilisht? 5777 A. Reparti, i pas ke fiksuar me detaje të gjitha. Po. Por gjatë kësaj periudhe, që ai, le të themi, kryente detyrimin ushtarak dhe më pas u bë dhe reshter dhe vajti me punë në zonën e Bilishtit në Kufi, çonte telegrame në familje? Jo, pra ju kishte kontakt? Jo, qote letra. Po pra, kishte një korrespondencë me njëri tjetrin? Po, kishim lidhje me tana, për sa herë telegrami që ka vra vetë. Jo, para se të vinte ky telegram. Jo, qote letra. Çonte letra, çfarë ju tregonte? Jam mirë, thote, asi gjanë tjetër, do presë që të vim, thote, do di me leje, hasot hanese, se rasi herë, e rushin mollin, e rushin, dhe e rujt aty, më hase pa vjen e rujt e nana, e koptan ajo. A i serdh, a i nuk e rasi herë, u bon gati si e telegrami, shqitin i vit qëta, mëse s'kishin pare, e në u nisin e shku në Bilisht, të 3 vlezë. I dashur Kadri, e kemi kohë në dispozicion të ma tregosh të gjithë ngjarjen dhe telegramin, por të lutem, dëgjoj pyetjet e mia dhe më jep një përgjigje sepse dua të kuptoj çfarë shkruante ai në letra, si ka qenë gjendja e tij e shëndetit mendor, për të kuptuar që kemi të bëjmë me një vetvrasje apo keni të drejtë që dyshoni se mund të kenë ndodhur diçka tjetër. Domethënë, a ka shprehur ndonjëherë ai shqetësime në letrat që niste në familje, se dhe kjo, le të themi, vajtja në ushtri dhe mos ardhja asnjëherë për të vizituar familjen, të ngre pikpyetje, se në ato kohë ushtarët merrni leje, vini në familje. Ata para se shko ushtarë kanë dash me e qunë shkollë bashkume. Këtem, në shkollë, Por të vazhduar studimet. Me vazhdu studim në shkollë bashkume. Sepse ka qenë një nxënës i mirë. Se ishte shumë i shkat, i zoti. E i thote, baba nuk e qoj thote në shkollë bashkume, se s'kam me keme punu tokën, se kishtin tokë shumë. Me kata bënoshi kjo ishte ma i madhi. Ka qenë vllai i madhi i familjes. Ma i madhi, kuptan. Mes unisën ta shitën qaj, di që në shku 2 vlezit në Bilisht Korçës. Shku në atje, nga jini ju, nga rrethi krujës. Po ju këtu, thot ta nezi cigare, baba, që se pite, po e nezi prej mërzetis. I thotë, ma vra një djali jo, thotë, ma këtu më repat Bilisht, po nuk dim gjatë, thotë, ma e du me shku. Si e ka emi, Selim, Hajda Duka. Po ka vra vetë. Po ka vra vetën, thotë, kishte keni zoti shumë. Se qa nuk e di. Kishte keni zoti shumë, shku në atje me se një 3 dit ngullin kam me Markofoven. Po ndalemi pak. Nuk në gjunë mje dhanë. Nuk e dhënë të është armiku i vetës ka vra vetën. Nuk e në gjumë mje dhënë me plukë shpia. Si armiku i vetës? Sepse unë kam përshtypje që baba juaj, kur ka shkuar në Bilisht, pasi erdhi ai telegram ku shkruhej djali juaj ka bërë vetvrasje në repartin ushtarak të... Qashtu e kanë pu telegramin që ka vra vetën, ka dalë pa leje në pazar, thot, e ne siguj ka marri fishek, thot, e ne ka vra vetën me armë, në truproje. Me armën e vetë, me armën e ti. Me armën aty, me armën
E shërbimit, armën e vetë. Jo, më ne kishte ma armën aty, mena në depo. Në depo? Në depo, mena ka varë në depo ati magazinieri. Por qëfar i thanë, le të themi, kolegët e djalit apo personat e tjerë? Shoku i vetë ka qenë një shok i vetë për i fshatit Gurës, Pjetër Det Korriku, si ishte me ta, ati ishte zankma ma ujë sa herë, nuk e qitë me shërbim, se si ishte në gjene me po ishte sërvite shumë e ranta. Po, a i, si të regote Pjetër, e ka deke, a i tha, 2.000 ushtarë që ishin aty, tha, nuk ja vete ku shpatat për tokë. A që i fuqishëm ka qenë. Vlla juaj. Po, ka qenë shumë i fuqishëm, 2.000 ushtarë, se vete ku shpatat për tokë ta. Ja, ishte zëvend komandë toge, 30 ushtarë në Patranashta. Ka qenë shumë i aftë ta. Po për atë ditë që ndodhin ngjarja, çfarë tregoi? Hiq, asgjë fare ky. Nuk të tregun, vetëm e prunë në telegram, në alarë. Jo, shoku që ishte atje në ushtëri. Ka qenë prezent kur, kush ka qenë prezent kur ka ndodhur ngjarja e rëndë? Pjetër Det Korriku, që ka qenë atje, se qate për natë në ma du qajt. Mirë, po ishte një oficer aty, ishte me gradin kapiten. E shkote vite aty drejt. I thote a thuja sa i plakës, më qaj këtë thote më. A i thot, është mirë, thot. Ti e mund atje ku është a i thot. Që i ka që thote. Ky, e kuptënë, ky... Pra, një oficer, pra ndaj po të dëgjoj me vëmendje dhe më lejo dhe të pyes, se dyshimet janë të mëdha në këtë histori. Pasi ndodhi ngjarja dhe babai shkoi për të treshur trupi dhe nuk ja dhan, një lajm erdhi nga një oficer ku i tha një pjesëtari... Jo, a i vite në Gurz, a ishte për Gurzin, a i oficer. Një oficer, po. Dhe i thanë për nënën tuaj që mos të qante se e ka mirë djali. Po, tjemun e ti konshtaj. Thote, ky oficeri, po, thot, mos i trego ku i, thot, po thuja sa i plakës, thot, mos qaj tjemun e ti konshtaj, ky thote. Kjo ngriti pikpyetje dhe dyshime të mëdha në familje. Me dyshime të mëdhoja na, e kupton me këta, ram shumë me dyshime se kjo, diçka ka këtu. Vjen një anë të lutem, përpara se të kalojmë, ti marrim gjërat një nga njërë dhe të kuptojmë dhe situatën. I dashur Kadri, kur baba juaj shkoi në Bilisht, i dha një arsye, një motiv pse kishte ndodhur kjo vetvrasje? I treguni vari ishte, nuk ishte i ri. Pa dal te vari vjetër. Të lutem, pa dal te varri, më dëgjoj me vëmendje. Kur baba juaj shkoi për të marrë trupin, që ende le të themi nuk ishte varrosur. Çfarë i than oficerat e asaj kohe që ishin, le të themi, e prorët e vllait tuaj, çfarë treguan për ngjarjen? Ishte pas i fishekëm qefet, ka hyrë në armaturë mrena, aty ka qenë ai kapteri, ka marrë fishekun e ka vrarë vetën. Po pra, kështë e bërë vetvrasje, por a i kishte një gjendje të rënduar psikologjike, kështë ndodhur në një situatë, në çfarë shpjeguan ata? Ja, asi gjë ishtë nuk tërguan se më the pak më para, i kishte dalë paleje në pazar? Po, pata po. Po pra, po. Se ka dalë paleje, po. Dhe ndoshta është kritikuar në punë, ka marrë në një letër kritikuste dhe... është kritiku, i kanë tanë me e futu në burg. E pra, a trego pra se prandaj po të pyes dhe po të gacmoj kaq shumë për ta ditur këtë të vërtetë. I thanë me e futu në burg, nuk në gjej me e futa i komandantin. Të lutem, Kadri, dalja paleje nga reparti ushtarak për të dalë në qendër të qytetit, në pazar, nuk besoj në ato kohë jepësh dënim më burg. Mund të kritikoj, mund të merrte një dënim, le të themi në masa të lehta deri mesatare, por jo të rënda për në burg. Zbuloi diçka babai juaj, ndoshta ka tentuar për arratisje, le të themi vllai juaj, duke ditur që ai punonte në kufi. Çfarë mësoi? Çfarë i thanë ata? Ata me fjalë, nuk i kanë tregu se është arratis. As e kanë ikë për arratisje, vetëm se ka dalë në pazar, pa leje, ka dalë për të rrumë pazar, e kur vej puna, ku ka ardhi, ka thënë pse ke dalë pa leje, i ka thënë të futët në burg. Në burg s'ka gjuaj komandanti me fut, se ishte sëmullor. Komandati ti nuk ka pranuar që ta fuste në burg. Se në ato kohë njerëzit nuk ishin fuqi të vepronin vetë, nëse jepej një urdhër nga lart do kryej. Ky ishte me sedër shumë madh, ishte me sedër së deleta, e ne merri, kishte pas i fishek në qef, futën depër matimit tot, e vret vetën. Po mia s'pat aty ka qenë i kapter, po ishte tërë, thote. Kur e ka vrarë vetën se ka pa. Po si, a shkruat aty në tërë kështë të nëjse mojë... Pra, gjithë situata e vetvrasjes ka ndodhur për daljen në pazar pa leje, dënimi që ishte dhënë për burg, dhe pse, le të themi, komandati ti e kështë mbrojtur, dhe në këto kushte, në këto rrethana, vllai juaj ka bërë vetvrasje.
Se për kohën e sotme duket habi, por në atë kohë situatat, mënyra se si jetonin njerëzit, frika e madhe ndaj Partisë Komuniste i çonte njerëzit dhe në vetvrasje, në ekstrem, kështu që imagjinoj atë kohë se si, edhe pse se kam jetuar. I dashur Kadri, babai tuaj këtë version i dhan, që ai doli pa leje, u dënua dhe në kushte të rënda psikologjike bëri vetvrasje brenda repartit ushtarak. Aty më thej ishte vetëm një rreshter? Po, ky ishte një ai kapteri që rrugë armatimin mrena. Ai e kishte parë ngjarjen? Jo, tha, ishte tertha. Ishte e rrësirë. Ishte të shkruajtur, po si a shkruajtën tertha? Ne kishte mbet më rapaj. Ai kapteri si kishte thënë, a shkruajtën tertha, nuk e peti kur e mori armën në armaturë aty mrena këtij, e vrau veten. Por ai tha që unë nuk pash gjë. Nuk pash gjë. Po ishte po e mirë, ishte të shkruajtur, pa shkruajtën tertha. Po, logjikisht. Nëse ti ishe duke shkruar në një rrësirë, sipas ti dhe nuk pe ngjarje, si mund të ke shkruar? Aty medi çaloi çika i tha, se nuk ta dha përgjigje. Por ngjarja është bërë e madhe, janë njoftuar oficerat asaj kohe të gjithë, derisa u erdhi dhe telegrami. Por trupin pse nuk va dhan? Me çfarë motivi? Se tani me qenë se ka vrarë vetën quhet armik tha, armiqësor. Armik i popullit, cilësohesh në atë kohë. Armik i vetës ka vrarë vetën. E po ta mash gani ai që vret vetën armik, nuk vras vetën pa vrarë kundërshtarin. Logjikisht ke shumë të drejtë. Apo jo? Po. Edhe mu su mushte menja. Unë e kom pas edhe agentim, e kom pas kapiteni parë. Ka qenë në më radjemarë se dhanë se ka pas në Tiranë, ka ketë dek mens me të kukshit. E qartë. Po, mi fjallë, ka vdek aj. Aj nuk shkoj atje. Ka shku 2 vëllezër tjerë, atje në Bilisht nuk ka shku aj. Nuk ka shku aj. Se kështë halë se mos sa gjveshin. Mos e qartë, ishte ta gjvishin nga uniforma. Por motivi në atë kohë ishte që është armik i vetes dhe trupin nuk do t'a japim dhe e varrosën ku? Në Bilisht Korçës, mi rënës, mi darë tegër. Jo te varrezat e qytetit? Jo, mi darë tegër, kanë qëtë që armik, mi darë tegër që Bilisht e kanë varrosë. Por ju... Kanë shku mas 3 ditë kanë shku atje. Po, se këtë dëshatë pësat, familjarët. Kanë shku atje, i kanë të regu një varë, po varë, ai për 3 ditë a del barë, në ta ishte me barë, tha. Jo, është absurde, për 3 ditë nuk del bari. Nuk del bari. Tha për 3 ditë kanë shku, se s'kishin lek. Shku në Bilisht atje, i kanë të regu një varë që kjo bari. I kanë vuj gura, semen, azjanë, që sen ta. I tërguar një vënd që ishte një gurë, i thanë kjo është vari. Po, kjo vari. Që kishte 3 ditë që ishte varrosur dhe kishte mbirë bari. Po, kështë mbirë bari. Kjo është dyshim shumë i mathë, por babai juaj, i cili ka qenë prezent, ka vajtur nga parë varrin e të birit që i treguan, nuk e besoj. Se besot dhe kush prase, se e qytën armik, se nuk e dhasë me beti jo, e nuk u besu kjo. Se mu ka dal gjallë. Ka kalu tokën greke më këtë tënë. Po, do ma tregosh edhe këtë pjesë, por thjesht fakti që babai juaj pas 3 ditëve të ngjarjes ka shkuar me urgjencë i dashur Kadri në Bilisht, i është treguar një varr që për 3 ditë kishte mbir varri, që është ekstreme kjo gjë e pamundur, ai e dyshoi që nuk ishte djali i tij, nuk mund të kishte ndodhur një vetvrasje, ishte e sajuar, i skenuar e gjithë nga ushtria apo partia e asaj kohe, dhe ndoshta djali mund të ishte larguar me një mision me sigurimin e shtetit. Por babai juaj besoj nuk ishte fuqi në atë kohë të kërkon të llogari që pse ka mbir bari, ky nuk është varri, qartë. Ka ngull kam aty 3 ditë ka një Bilisht, mas 3 ditë e ka ardhur. Pra, por ai të rujt varrin me ushtar, që mos me hap natën kush. A, do më thënë, edhe varri vllajt është ruajtur me ushtar, rujt me ushtar. Që babai juaj për 3 ditë aty. Që mos të hapte. Mos të hapte varri. Po mirë, përpara se të kalojmë tek ajo pista që është gjallë dhe uroj që të kenë ndodhur ashtu historia që ai të jetë gjallë, po pas viteve 90, duke ditur që babai, familjarë të tjerë kanë ditur vendin e varrit, pas viteve 90 askush nuk të pengonte të vije dhe të gërmoje dhe të zbuloje a kishte eshtra i varra, nuk kishte, apo po nëse kishte të bësh një analiza DNA-je. Kam shku me makinë dispozicion. Po, keni shkuar. Po si? Po? Në bashkë në Bilisht Korçës, hasëm me një oficer, që dalë penqen, tu pi kafe, u futëm, ka i kafe aty, ja dham aty, ishte një kapter, pa i ditet ma shumë bile. A i kapter ishte qalote. Por, se çfarë zbulove ti? Pas 90-s më lejo të bëj një shkëputje në këto momente të detyrueshme i dashur Kadri. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe po flasim për historinë e familjes Duka. Është ky 79 vjeçar nga Laçi Kadri Duka, i cili po rrëfen historinë e vllajt të tij në vitin 1957, i cili ishte vetëm 21 vjeç për të kryer ushtrinë në zonën e Korçës, por vetëm 3 muaj përpara se të lirohej,
ju erdhi lajmi se kishte bërë vetvrasje, por nuk ju dha trupi dhe familja gjithnjë dyshoi se djali i tyre mund të ishte larguar apo ishte dhënë një mision me sigurimin e asaj kohe dhe mund të ishte larguar nga Shqipëria dhe ky ishte shkaku dhe motivi që ai humbi kontaktet me familjen. I dashur Kadri, te kjo pjesë do ndalemi pikërisht te kjo pista që ju e dyshuat që në fillim që nuk kishte ndodhur vetvrasje, plot fakte na thej që të bën të dyshosh që nuk kishim të bënim me një vetvrasje, duke nisur nga gjendja e tij që ai ka qenë mirë dhe nuk kishte një arsye të shkonte në vetvrasje, një skenim që doli në pazar dhe u dënua me burg e pabesueshme dhe mbi të gjitha pas 3 ditëve që ai ishte varrosur, ju shkuat për të parë varrin dhe kishte mbir bari. Dhe ai varr u ruajt me ushtar që ju mos të gërmonit. Por pas 90-s ti shkove tek varri i vllajt. Më trego. Mos i shkum mbili Shkorçës aty, e kërkum se më dha ky oficeri, e kishte vetën ata të gjenës civil të arkivit. Do shkosh filan venta, e ke për të pyesë se këtu s'ka vorre më, i kanë shkull vorret, s'ka vorre këtej. Bilishta. E në shkum aty drejt e Bilishta. Shkum ke gjenë civile, ke njëna, ke tjetër, ku na doli 3 e 3 gjenë civile. Nga jeni, nga rrethi, imi gagurzi, thash laq, rrim laq, thashën. Po si është puna nash vrasës një flajim, e kina akshë më lopate qizme, me havorin, me fut mi qështë e klasmaski. I përgatit e mi maestrat. Mi maestrat. Ti qojë në vend lindë. Po, vend. Më thot mund që tu nuk ka eshta, s'ka vore, ti që menç. Ke përshku në Bilisht, me pytë të gjenë civilim dhe emrin, e njifë, e që kështë vetën, ku diunë ta. E qartë, të ka dimuar për nështë. Një moja, me thënë drejten. Edhe shku në Bilisht, në ke para, ke dyta, ke treta, vetëm ta. Po, Selim Hajdarduka, tha, ashtë këto, tha, po kina pun, ka pun e gjithë. Unë tisë, në dinga laqë, tha, se koptan, du ta marri farë për gjithë se ko me marri, e shtrat, tash. I vreti, pam, aty, e gjeti një libër kështu, po së më dha zoti me e pa, a i nështë mund kishte edhe fotografi originalet vetën. Në atë libër. E mund të kishte me atë dosje. E pa kështu, ishin 2 veta, 2 gram, njënë ishte mboshën tane, tjeta ishte ma vjetër. E qartë. Qeftë aty. Më pa mu, vla ke, tha, po vla kam, së s'jam të kuku vlezit tjerë, tha, që aja vla im. Rritë du pa një tjeti, morën buzën gaz. Tu qesh. I thashëm, a ka gjanë për qesh, thashëm që një tu qeshë. Prap vla, po vla kam, thashëm, e vla, prej prej babe, tham, na ina vlezi me ta, thashëm. Po unë duha ma eshtat, më tha mu, tha, nuk di qatë tamë, tha. Shkon Korçë, tha, kuptan aja, tha, ta vim për gjithë, po mos i thuj gjanë se erdhe këtu, tha. Këta. Pra, le të themi nga punojse ti nuk mësove se ku ishte varri vllajt. Po, nuk ma të regu një qëfare, vinë e vorit. Le të themi, baba juaj, i ndjerë, se është larguar nga këtë, nuk të kishte dhëndë një detaj se ku ndodhesh varri, pra nuk sa i kishte qënë vete ka i varë. A i thote në Bilisht, thote e kanë baros, ka një darë të egrë, thote të koka. Vetëm kaq bante më. Kaq, nuk edhe a i mësi diqë mëra, pa ku shkoj matje? Vetëm se ku më shku vetëm, po ke vorët nuk me dha kush. S'ka vore më tha kuj oficeri këtu, i kanë dyni, i ka marrë krejt Korça. Nuk ka vore këtu, tha. Edhe vetëm dha kujt Andres. Pra ti nuk zbulove varrin e vllajt fatkesish pas viteve 90? Mi prash dyshem për kësaj se po qeshim një tjetrën. A ty prap në Korçë, edhe në Korçë, që shtu më tha, ishin 2 gratë tjera. Po. E shtu më tha, vla, po vla me kam da, është do vetë një tjetën. Po emri vllajt tuaj figuron të aty? Po figuron, në Korçë e në Bilisht. Në Korçë dhe në Bilisht, që kishte një datë lindje, një datë vdekje. Por se ku ishte varri, nuk mori një përgjigje. Ja, se dishim e gjetë, nuk dishim e gjetë varrin ati. I dashur Kadri, nga kërkimet që ti bëre vetë, edhe në programet e vjetra televizive që janë marrë me historirat e njerëzve të humbur dhe një prej atyre emisioneve kam qenë dhe unë gazetare e njerëzve të humbur. Por përveç atij emisioni, ti vetë, nga kërkimet, çfarë mësove për vllajin? Sepse më thej që unë dyshoj që ai është gjallë. Po, mund ta mbyllësh telefonin se jemi në transmetim live dhe duhet jemi. Nëse ke ndonjë telefonat urgjente, mund ta bësh. I dashur Kadri, po, të ndihmoj unë për ta mbyllur. Nëse nuk është telefonat urgjente, dikush nga stafi të vitë më ndihmoj për telefonin. Jo, mund t'ja japim stafi që ta marri dhe të kujdeset për telefonin tuaj dhe telefonatat tuaja, por ju dyshoni se ai është gjallë.
Pa tjetër, unë dyshoj se ai o gjallë o ka dek, mi fjallë, por... Mirë, për shkak të moshës, sepse ai sot i bie 90 vjeç dhe mund të ketë vdekur. Por ju dyshoni që ai nuk vdiq në vitin 1957, kur ishte 21 vjeç, ju nuk e besoni që ai vdiq në vitin 1957, por mund të jetë larguar me sigurimin e shtetit. Dyshoni që mund të ketë marrë një detyrë me sigurimin e shtetit dhe mund të jetë larguar, këtë dyshoni? Po këta dyshojnë se edhe si familje ka qenë familje ngritun na. Kena qenë ngritun si familje, krip. Kena qenë ngritun, i kom pas këtë gjëgjallartë, këtë njerëzit i kom pas me komunizm atë kohë, në komunizm. Bëre mirë që më tregove këtë situatë, dua të pyes. Pas vdekjes së vllajt, partia mori ndonjë, le të themi... Jo, as na internoj, as na mori hiç, as i sen... Unë kam punu në zinë 35 vjetë ishe zorë, pa poste pate biografin e keqe i nuk të fuqit aty më e. Pra nuk u internua duke ditur që a ju shpal armik në atë kohë vllai juaj. Unë kom qenë i dëguru nga kuvendi popullor për punëtor të mirë. Në mëzinë, kam punu 35 vjetë atje. Unë kënë zëvend brigadier, se 5 klas shkollë kishe më atë kohën. Që kishe, punosh a këshim marru shkollë, 12 vjetë shkollë, unë punosh e njëmë si ati. A ishte i përsekutu. E qartë, i dashu Kadri, përpara se babaj të vdiste, besoj që babaj i ndjerë dhe nëna i ndjerë, që janë larguar nga kjo jetë me një plagë shumë të madhe për djalin e tyre, e kanë diskutuar në shtëpi historinë e tij. Çfarë tregonte nëna dhe babaj? Do të thotë dyshimet e tyre kush ishin? Na morëm i herë një pjetër dhe korriku shokun e ngushtë vetin. Të vllajt. Po, të vllajt. E thirrëm për dreka. Na tregos që është puna atje. Mo ti ke qenë me ta bashkë. Nuk dije, me fol me plakun të në thote mutët shumë. E i tregon nënës, i thot. Kishte njani i lopë, thot. Aja lopa, tha, i humi, tha. E kjo qiti ta talal. Në katon, kusht ma gjej lopën, ka 10.000 lek peshesh. Ku shikoj, tha, lopa erdi vetë. A, tha, tho, paskëm gjallë, tha djallin, nuk ti, tha, ma gjallë. Ka qëla. Edhe, di shumë për i di qkana. Mi fjallë, humi lopa edhe erdi vetë. I dha 10.000 lekeve puna, lopa erdi vetë më zdikur. Mi thënë që aja pa i paska hik, edhe pëjtë se mund vina herë vetë. Si mas menimit, si tha ky. Por jo se ky shoku dha ndonjë sinjal që ai është gjallë. Nuk ka dhënë sinjal. Jo, ai tha i humi lopa njanit që në vëmbu. E qartë, ai bëri një krahasim, por ai krahasim nuk tregoi asgjë që ishte gjallë. Jo, s'u tregoi të u futë të mburgaj. Po, në atë kohë ka qenë një kohë e vështirë, absolutisht. Njerëzit flisin me shumë rezerva, kishin frikë të flisnin, apo të tregonin një të vërtet. Duhet të heshtnin, të mbyllni gojën dhe të pranonin gjithçka që partia jepte urdhër. Ka qenë sistemi më i frikshëm i asaj kohe për Shqipërinë dhe për ato vende që kanë kaluar komunizmin. I dashu Kadri, dua të ndalim tek ai oficer, se ky është informacioni më i saktë dhe le të themi më i besueshëm që ndoshta vllai është gjallë. Oficeri i asaj kohe, i cili tha moj nën mos qaj se djalin e ke gjallë, ju nuk e takuat më vonë? Diq mrapa i, diq edhe. Vdiq me se nisë, pa të kume e taku mëna. I kom shku për fotografia, kejnë fotografi originale atë. Vdiqaj si, më thënë ata njerëzit e shpis, as i fotografi s'ka, tha me ta. A ishte i vetmi zë që dha një lajm një dritjeshilë për vllajin tuaj që është gjallë dhe mos qani? Mos qani, po. Dhe asgjë tjetër. Por pas viteve 90, le të themi, keni patur ndonjë informacion për vllajin, diçka që të bën të besosh që mund të jetë gjallë, sepse u tha në emisionin Njerëz të humbur në atë kohë që ai kaloi kufiri dhe mbriti në Greqi, se punonte në kufi, por ama nuk u verifikua asgjë. Vetëm ky prapatan, ky oficer që vite në Ngurs, ishte kapiten me motor. Po, që punonte në ato vite në zonën tuaj, po? I thot, njëni si thot një gruja ty, thuja saj gru, thot, mës qaj, thot, ti e muna, ti e ku është taj. Thot, ky kapiten ishi sigurimit, ky në pak. A, ka qënë pjesë e sigurimit? Sigurimit ky. Që do thot, e ka njohur mirë se si funksiononte? Jo, ka njohë si ishte Ngurë, ishte Ngurë, e njifte edhe dhajnë timaj. E njifte, në fakt, a i thot, mës qaj, thuja saj plakës, se ti e muna, ti e ku është taj. E në ramë për dyshime se një filloj të pushu, mës me qajt, po prap qatë aja, i djek të shpirti. Normal është nën që umbi të birin. Kadri, sa motra dhe vlezër keni qënë? Sa motra dhe vlezër keni qënë? 4 vlezër kena qënë. 4 vlezër, as një motër? Po,
4 vlezën e 5 motra. Edhe 5 motra, 9 fëmijë. Po, e 2 i kanë vdek, kanë qenë binak, 2 vlezën tjerë. 11 fëmijë, Po. po 2 kanë vdekur. Kadriu është i humbur, sa jetojnë? Selimi. Më falë, Selimi është Kadrivi e mon. Selimi, le të themi, po. u tha që bëri vetë vrasje në 1957, sa motra dhe vlezër jeni tani gjallë? Të shti gjallë ina 2 motra që kanë vdek tjerat. Ka vdekur tjerë. Po pra, për shkak të moshës, prandaj pyeta sa keni ngelur. E ne vlezën vetëm 3 ina. Një është këtu mi fjalla në Tiranë, një është atje në Laç, edhe unë 3. Me jetë, ta keni jetë në gjatë, ju që keni mbetur, të cilët kërkoni ditën e sotme të zbuloni të vërtetën e vllajt tuaj të madh Selim Hajdar Duka, e theksoi, i cili u nis ushtar në vitin 1955 tani bie. Ka shku në 54-ën. 54-ën, ka shkuar dhe në 57-ën ka pas për të liru. Për të liruar, por në familjen Duka erdhi lajmi se ai ishte bërë vetë vrasje dhe se familjarët shkuan për të marrë trupin, nyku dha trupi, pasi u cilësua si armik i vetes dhe i partisë dhe u varros në Bilisht, por e vërteta nuk dihet. Në fakt, i dashur Kadri, këto janë histori të vështira, kanë kaluar 69 vite, u tha pas viteve 90, 95, 97, dhe i 98-ën, mos gaboj që do hapen këto dosje të sigurimit, u kërkua shpesh, edhe nga politika asaj kohe, partive të ndryshme që këto dosje të hapen, shumë njerëz shpresuan, të hapeshin këto dosje, për këto dosje nuk u hapën kur. Kom shumë taku edhe me shoqen Azem Hajdari, kam taku e të me atë kohë. Dhe desha të të bëjmë pyetje, ke bërë përpjekje për të hapur dosje, për të gjetur emrin e vllajt tuaj? Ministrit mençme, Ministrit mbrojtës, në arkivin e shkollës bashkume, kam taku bashkë me shoqen Azem Hajdarit. Po ke zbuluar emrin e vllajt tuaj në një dosje? Nuk e gjetën, ishin do pjesë mosha ime. Se në ato kohë funksiononin edhe me pseudonime, me kode. Nuk ka, asë një tha emrin të vllajt tanë, të tha. Ishin do pjesë vjetës i pona ime, me i tonel, i kishin ata dosjet në ena të arkivi shkollë bashku. Këm bo pa di e gjithuni, jam në me shpijet. Po nuk e zbuluar asgjë. Si gjë. Ne po e prezentojmë të histori, ta thash dhe në fillimi dashur Kadri që është histori e vështirë, një histori që i përket para 69 viteve, flasim për dosjet e sigurimit asaj kohe, emra, kode, pseudonime, persona të cilat kanë punuar për sigurimin asaj kohe, që janë ekzekutuar, janë vrarë, janë larguar, janë arratisur, historira të vështira për të zbuluar dhe për të mësuar të vërtetën, duke menduar që ka kaluar një kohë gjatë dhe për shkak të kohës, dhe nëse ata kanë qenë gjallë, i kanë shpëtuar regjimit asaj kohe, mund të kenë ndruar jetë edhe për shkak të moshës. Por do e mbyllim bashkë me një thirrje që ndoshta nuk di dhe kujt ja bësh. Bashkëpunëtarët e tij mund t'janë larguar nga kjo jetë, i bie që nëse vllai juaj është gjallë, sot i bie të jetë 90 vjeç, edhe mund të jetë gjallë, 90 vjeç ka plot persona që jetojnë, që vdesin moshën 90 apo 95 vjeç. Por duke menduar mesataren e vdekshmërisë në Shqipëri që është 80 vjeç, gjithë miq shokët e tij mund të kenë ndruar jetë dhe kujt do t'i bësh thirrje që të ndihmojë me këto informacione, se ndodh shpesh që njerëz që kanë persona të humbur, bëj thirrje gjithë qytetarëve, gjithë miqve me shpresën që do i gjejnë djalin e tyre, po bëhet fjalë për vitet e fundit. Historia e vllajt tuaj na çon 69 vite para. Por ndoshta institucioneve, ato që mund të kenë këto dosje, njerëz që kanë punuar në këto arshiva dhe mund ta kenë hasur diku emrin e vllajt tuaj, ngjarjen e vllajt tuaj dhe ndoshta dikush mund të marri anonim dhe mund të na japi një detaj. Kush është mesazhi juaj? Mesazhi im është vetëm një fjalë na tregoj arsyeën e mos e Bilishti e Korça e din mirë. Pra punojësve të arshivës së Bilishtit dhe të Korçës, ato që mund të dinë diçka. Ata din. Se ti e bëj një libër që e nxorën për vllajin tuaj, por nuk kërkove nëse kishte ndonjë foto apo një detaj më shumë në atë libër. Jo. I dashur Kadri, unë të falenderoj që të pata sot në studio, uroj dhe shpresoj që ta zbardhësh të histori, ta mësosh të vërtetën e vllajt, sepse ke një amanet nga nëna nga babai për të mësuar të vërtetë dhe uroj që të zbardhet kjo e vërtetë, kështu që do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Faleminderit edhe për jush, e Zoti inshallah të mira paqe dhe ju, familjen e juaj. Faleminderit Kadri.
Mirë, jemi sërish bashkë live dashur miq, në këto pak minuta që më kanë ngelur dua t'i shfrytëzoj për persona të humbur, raste që janë trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe familjarët kërkojnë që ne të nxjerrim pasaportat e tyre me shpresën që do marrin ndonjë lajm, ndonjë informacion dhe do e nisë me historinë e të moshuarit Lek Ndreshaj, një 78 vjeçar që ka humbur kontaktet me familjen e tij në 9 qershor të vitit 2025 nga Malësia e Madhe dhe vendlindja e tij është Dugajin. Jeni duke parë pasaportën e Lek Ndreshaj, ky moshuar i cili ishte me bashorten në një vaki për të ngushëlluar dhe fatkeqësisht është larguar mëngjesin e 9 qershorit të vitit kaluar dhe drejtimi ngelet i paditur. Por kush është historia e Lek Ndreshaj? Unë dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Gëzim Ndreshaj, 48 vjeç banues në Belgjik, është detyruar të udhëtojë drejt Shqipërisë pasi ka humbur çdo kontakt me të atin. Lek Ndreshaj, 78 vjeç. 78 vjeçari jetonte në fshatin Torovic të rrethit të Lezhës, së bashku me bashkëshorten e tij Katinën, 70 vjeçe. Më 8 qershor, çifti udhëtoi drejt fshatit Bshet të Malësisë së Madhe, pasi ishte ndar nga jeta vllai Katinës. Pasi qëndruan gjatë gjithë natës atje për të respektuar ritet mortore, ditën e nesërme, më 9 qershor, rreth mesditës, pak para varrimit, Leka është dukur pa lënë asnjë gjurmë. Nga i moment, familjarët dhe banorët kanë nisur kërkimet në zonë, por pa asnjë rezultat. Djali i tij Gëzimi, i cili ndodhet sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, ka rrëfyer për gazetarët se babai i tij 2 vite më parë kishte pësuar një trompoz dhe dyshimet e familjes janë se ndoshta ka pësuar një problem shëndetësor për shkak të luhatjeve të tensionit. Pavarësisht kërkimeve intensive të cilat vështirësohen për shkak të terrenit, për fat të keq nuk është gjetur asnjë gjurmë apo informacion për 78 vjeçarin. Djali i tij apelon për ndihmë, me shpresën se dikush mund të ketë parë apo dëgjuar diçka që mund të ndihmojë në zbardhjen e kësaj zhdukje të pazakontë. Ju bëj thirrje për këtë të moshuar dashur miq me emrin Lek Ndreshaj, që ka humbur kontaktet me familjen qershorin e vitit kaluar. Kushdo që ka informacion, kushdo që e ka parë, është i lutur qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. U vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Jemi sërish bashk live për të vazhduar në këto momente me historinë e Tofik Hoxhës, një 44 vjeçar nga Vlora, i cili rezultoni humbur për familjen e tij përpara 25 viteve dhe konkretisht në 26 maj të vitit 2001. Ka qenë i ri kur ka humbur kontaktet me familjen dhe 29 vjeç i bie të ketë qenë dhe prej asaj kohe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Tofik Hoxhës. Por kush është historia e tij? Ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Prej 26 maj të vitit 2001, asnjë informacion nga 44 vjeçari Tofik Hoxha. Tofiku bashkë me shokun e tij Edison Baja u nisën në të njëjtën ditë me gomone drejt shtetit fqin nga Vlora për në Brindis. Bashkë me Tofik Hoxhën ishte edhe një tjetër person, i cili njihej me Nofkën Babo. Ato merreshin me kalimin e paligjshëm të refugjatëve. Bashkë me refugjatët të tjerë në bord, udhëtimi i të rinjve nuk shkoi siç duhej, pasi ata u pikasën nga Guardia di Finanza, teksa kalonin ilegalisht drejt tokës italiane. Një ditë më pas në mediat italiane njoftohet se 2 të rinj ishin kapur gjatë operacionit klandestinësh në det të hapur, ndërsa një javë më pas në brigjet e Sarandës u gjeti pa jetë trupi i personit të njohur si Babo, i cili për të shpëtuar policisë italiane ishte hedhur nga gomonja dhe më pas ishte mbytur. Përveç publikimit të emrave në mediat italiane se ishin ndaluar nga policia për trafik të paligjshëm me migrantësh, familjarët nuk kanë mundur të marrin asnjë informacion që prej vitit 2001, kur ndodhi ngjarja për fatin e 2 të rinjve, të tjerë vlonjat. Familjarët kërkojnë të dinë të vërtetën, pasi që prej atij viti ata nuk kanë marrë asnjë telefonat apo lajm për Tofik Hoxhën dhe shokun e tij, me të cilin udhëtuan bashkë ditën e 26 majit të vitit 2001. Jeta për Tofik Hoxhën nuk ka qenë e lehtë. Barra e familjes ra mbi shpatulat e të riut, ndërsa për shkak të vështirësive ekonomike, ai u detyrua t'i futej një rrugë pa kthim. Mirë,
Mirë, historia e Tofik Hoxhës është historia e një 19 vjeçari që u zhduk nga qyteti i Vlorës në 26 maj të vitit 2001, kanë kaluar plot 25 vite, maj në këtij viti mbushen 25 vite që familja Hoxha nuk ka as informacion për fatin e tij. Nëse ai është shëndoshë mirë, është gjallë, ndodhet diku, është plot 44 vjeç. Kushdo që e njeh historinë e Tofik Hoxhës, kushdo që ka informacion, është i lutur në emër të kësaj familje, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë, pasi familja prej 25 viteve nuk ka rreshtur duke kërkuar mbi fatin e djalit të tyre Tofik Hoxha, dhe uroj dhe shpresoj që të gjitha këto pasaporta që ne nxorëm ditën e sotme në ekranin e Report TV të ketë ndonjë lajm, do ketë një informacion. Mirë të dashur miq, me historinë e Tofik Hoxhës ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër, ju e dini, në të njëjtën orë live ora 16 këtu në Report TV. Mirupafshim.